Falenderojmë Zotin me falenderimet më të sinqerta dhe më të plota, falenderime që i përkasin vetëm Allahu Gjelleshanuhu, falenderime që i meriton madhështia e tij. Zot, ty të qofshim falja Allah, për çdo mirësi e për çdo begati që fale e dhurove, shtoje ja Rabbi për gjithë secilin prej nesh. Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Zot i madh, atë cilin ti e udhëzove dhe orientove në rrugën e drejtë, kush mund ta devijojë nga udhëzimi jot? Lutemi ty, o Zot, shtoje udhëzimin, orientimin për zemrat tona, për mendjet tona, për shpirtrat tanë, ja Allah, për në rrugën e bukur dhe në rrugën e drejtë, në rrugën e njerëzve të mirë, cilët fituan kënaqësinë tënde, ja Allah, dhe fituan mirësinë e kësaj jete dhe ditës që do dalin përpara teje. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti, është vetëm i vetmi, Allahu Gjelleshanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, si më i mirë njeri ati, familjes ti, ja Allah, shokëve ti, o Zot, fali, mëshiroj, begatoj, ja Allah, çdo besimtar dhe besimtare që me përpikmëri, që me përkushtim, që me shumë shpirt ndjekin rrugën e bukur, ja Allah, rrugën që ti e shpallë dhe zbriten Kur'anin famlar. Allahu na tregoi për njerëzit e devotshëm dhe të zgjedhur, dhe shprehu qartë në librin e tij se ata i don i madhi Zot, vetë Allahu Gjelleshanuhu. Dhe ku qartësoi arsyen se pse i don Zoti ata, tha innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ata shpejtonin në veprat mira, ishin të tillë që shpejtonin për veprat mira. Dhe gjithashtu përveç nxitimit për të bërë veprat mira, pra, jo përtonin edhe jo ngadalsoheshin, po ata shpejtonin ku ka një derë mirësie, ku ka një vepër të mirë, ta bëjmë për Allah. Ishin të parët, mundoheshin që të rreshtohen tek njerëzit e parë dhe i luteshin Zotit me dashuri të madhe, por edhe me frikë ndaj madhështisë Allahu Gjelleshanuhu. Madje na u drejtua në drejt për zdrejti Allahu Gjelleshanuhu dhe na porositi festabiqul khairat, nxitoni dhe shpejtoni dhe garoni për të bërë veprat mira. Ajo duhet jetë fusha, ose ai duhet jetë garimi juaj midis jush. Kush të bëjë më tepër të mira dhe kush të jetë më vepër mirë në këtë dynja. Pse duhet që të bëjmë veprat mira? Pse duhet të nxitojmë për veprat mira dhe të dobishme? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Sepse juve nuk bëni asnjë të mirë, qoftë ajo e vogël apo e madhe, vetëm se e ka ditë edhe e ka shënuar Allahu Gjelleshanuhu për juve atë vepër të mirë dhe do t'ja vlerësoj vetë i madhi Zot. Le të mos ta di askush. Le mos ta shikoj edhe mos ta vlerësoj askush. Pasha Allahun atë e ka vlerësu, e ka pa dhe e ka shënu vetë më i rëndësishmi. Allahu Gjelleshanuhu prandaj e tha edhe në Kur'an, "Femen ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Ai i cili do të bëjë një të mirë, qoftë edhe sa grimca e vogël. Sa grimca e vogël, grimca më e vogël që nuk duket me sy. Aq qoftë e mira, ka për ta gjetë përpara Allahu Gjelleshanuhu në ditën e gjykimit. Vëllezërit e mi dhe motra muslimane, në raportet tona, përpara se t'i ndërtojmë me njerëzit dhe me krijesat e Allahut, ne i ndërtojmë ato me Zotin Gjelleshanuhu. Pra, kur bën një vepër të mirë, ti e bën për Allah dhe e bën që ta di Zoti, nuk e bën që ta dinë njerëzit ose krijesat e Zotit. Qoftë edhe vetë përfituesi më i parë prej tyre, pra. Ne e bëjmë për Allahun Gjelleshanuhu. Kur falesh, falesh për Zotin. Kur agjeron, kur ndihmon dikë, kur ruhesh nga një mëkat ose nga një e keqe, e bën për Allahun Gjelleshanuhu. Po e pam raportin me Allahun Gjelleshanuhu të këtill, pra në këtë lloj niveli, pasha Allahun kemi për të fituar edhe dynjan edhe ahiretin. E ruju Zot, na rujt Allahu Gjelleshanuhu, ruju nga dënimi Allahu Gjelleshanuhu, që t'jemi me dy standarde. Ndryshe hiqemi në sytë e njerëzve dhe në faqet e njerëzve, dhe në dijen e Allahu Gjelleshanuhu dhe në shikimin e Allahu Gjelleshanuhu, t'jemi diçka tjetër, Zoti na ruajt.
Allahu xhaleshanu i shpalli një profetit tij siç transmetohet dhe i tha: thuaj popullit tënd se unë jam shumë i mërzitur dhe i hidhruar me ata. Si ka mundësi që bëjnë mëkate dhe bëjnë vepra të këqija dhe të ulta dhe nuk mirakosen fare dhe rrinë rehat sikur s'ka ndodhur asgjë. Nëse ata mendojnë se unë nuk i shoh, pra Allahu xhaleshanu nuk i sheh kur i bëjnë këto mëkate, ata janë mushrik, janë idhujtar, sepse adhurojnë dikë që nuk është Zoti i vërtet, se Zoti i vërtet sheh gjithçka. Sheh gjithçka dhe di gjithçka. E nëse ata mendojnë ose besojnë se unë i shikoj, atëherë pse vështrimin e Allahut e bën vështrimin më të pavlerë dhe më të pakuptim, subhanallah. Ne për tek Allahu xhaleshanuhu çdo ditë udhtojmë, çdo ditë e ditës e jetës tonë që kalon, ne shkojmë dhe afrohemi për tek Allahu xhaleshanuhu. Për takimin e tij, për takimin e Zotit xhaleshanuhu, pa dyshim shkojmë. Dhe në ditën e tubimit dhe në ditën e gjykimit që të gjithë përpara tij do qëndrojmë. Allahu xhaleshanu tha në Kur'an: waqifuhum innahum mas'ulun. Ditën e gjykimit qëndrojeni ata, qëndrojeni, çdo kush do të ndalet ditën e gjykimit, edhe do të pyetet sepse ata do të japin llogari, thot Allahu xhaleshanu, pra gjithë secili për njerëzve. Në këtë ditë madhe, pasha Allahun gjithë secili do të surprizohet dhe do të befasohet. Yawma tubla sarair, është dita në cilën do të dalin pat fshehtat. Subhanallah. Sa veti kemi mendu se kanë qenë njerëz të mirë, dalin tek Allahu xhaleshanu, nuk kanë qenë ashtu. Sa veti kemi mendu se kemi pas miq të ngushtë dhe na kanë dashur mirë, ne dalin që nuk kanë qenë ashtu. Sa vete kanë mendu veten se janë mashallah, do të jenë gradat më të larta në xhenetet e begatat Allahu xhaleshanu, e kur dalin para Zotit xhaleshanu do surprizohen edhe kjo, cilat nuk i kishin konsideruar, qoftë në hakun e Allahut, qoftë në hakun e njerëzve. Yawma tubla sarair, ditën që shpalosen edhe dalin pat fshetat, aty do të shikojë gjithë secili, do të surprizohet, subhanallah. E thot profeti alayhi salatu wassalam: ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Nuk ka dikush prej njerëzve, askush, gjithë secili prej jush do të qëndrojë para Allahut xhaleshanu dhe do t'i flasë Zoti drejt për drejti, pa përkthyes, subhanallah. Ti që je besimtar, unë që jam besimtar, a e ke mendu në i herë këtë moment edhe a e bën analizë vetën tënde për momentin që do qëndrosh para Allahu xhaleshanuhu, për në këtë ditë madhe? A e përfituron qëndrosh para Zotit xhaleshanuhu? A ke përgatit diçka për atë ditë, çfarë do t'i thush Allahu xhaleshanuhu? Me çfarë këmbë do qëndrosh para Zotit gjithësisë? Me këmbën që gjëmoj haramin e nuk u lodh kur, subhanallah. Asnjëherë nuk bëni mrapç. Me çfarë gjuhë do të justifikohesh para Allahut xhaleshanu? Me gjuhën që nuk la shpifje, nuk la fjalë pisët, e nuk u pastru kurr, duke saju e duke shpif për tjerët, e duke hyrë në hak dynjas. Me çfarë syri do të shikosh Allahun xhaleshanu? Me syrin me cilin nuk e ndale asnjë moment nga harami, Zoti na ruaj. Për këtë ditë, o vëllezërit e mi dhe motra muslimane, gjithë secili prej nesh duhet përgatitet edhe duhet të jetë i vëmendshëm. Prandaj thot profeti alayhi salatu wassalam, shikon njeriu thot nga e djatha veprat e tij, shikon nga e majta veprat e tij, shikon përpara xhehenemi që pret përfundimin e gjykimit. Subhanallahu, çfarë frikë e madhe, çfarë treshtimi. Fattaqullaha walau bi shiqqi tamra. Friksojuni Allahu xhaleshanu për këtë ditë madhe, qoftë edhe me një gjysmë hurme arabie ta japësh për atër të Zotit xhaleshanu. Gjysma e kokrës hurmës arabis, as barkun se mbush, as urin nuk e largon, as nuk është se kryen ai punë për as kënd, subhanallah. Ama thot profeti alayhi salatu wasalam që edhe vepra më e vogël, qoftë edhe sa thërmia, vepra e vogël, mos e neglizhon këtë jetë, se mundet ajo të jetë shpëtimi jot. Neve kjo na tregon diçka të madhe se i madhi Allah. Kur shef mjetin edhe kur shef qëllimin e pastër dhe të bukur, dhe një vepër e vogël mund të të shpëtojë ty tek Allahu xhaleshanuhu. Edhe një vepër e vogël mund të të shpëtojë ty tek Allahu xhaleshanuhu. Profeti alayhi salatu wasalam në hadith vërtet thot
men istata'a minkum an yakuna lahu khibun min amalin salih falyafal. Subhanallah. A bëjmë neve plane për këtë dynja? A bëjmë plan biznese për punët tona? A mendojmë neve për fitimin tonë dhe për jetën tonë, çfarë do bëjmë sot, ku do arris mas një periudhe 6 mujore ose 1 vjeçare, si do ta mbaj biznesin, si do ta mbaj familjen time, fëmijëve çfarë drejtimi do t'i jap? Të gjitha planet i bëjmë po për atë ditë që do dalim para Allahu xhaleshanu, a ke bon ai plan? Sa ajo është e rëndësishme dhe kjo që jetojmë neve në këtë dynja, nuk ka problem, bëj plane për dynja, plane të mira dhe të dobishme dhe të bukura. Ti jesh në halal, të fitosh në halal, po mos harro planin më të madh dhe planin më të rëndësishëm për ditën që do dalim para Allahu xhaleshanu. Prandaj thot profeti alayhis salam, nëse dikush prej jush mundet që të lejë një depozit tek Allahu xhaleshanu për ditën e madhe, le ta bëj. Nëse ke mundësi lesh një depozit, ashtu si planifikon, edhe e ushqen biznesin tatë, edhe punën tatë, edhe jetën tatë, edhe i shtron rrugën vetes tatë në këtë dynja që të ecësh edhe të ngrihesh më shumë. Bëj edhe diçka ta kesh për ahiretin tatë. Ditën kur qëndrosh para Allahu xhaleshanu, a kemi lënë në i vepër neve e cila nuk do të bëhet pluhur, e cila është e pastër nga sy e fajësia, nga vetë pëlqimi, e cila është bërë vetëm për hatër të Allahu xhaleshanu dhe për asnjë gjë tjetër. E kur dalësh para Zotit, ti jetë aty me ty, edhe të ndërmjetësoj tek Allahu xhaleshanu e dalësh faqebarë, subhanallahil azim. Namazi dhe lutja në errësirën e natës, sejdja që bëhet në fshehtësi, sadekaja që bëhet vetëm për hatër të Allahu xhaleshanu, që nuk e shef askush, e bën vetëm për hatër të Zotit, e ke rujt të pastër. Nuk ke qejf as të falenderoj kush, edhe nuk dëshiron as të marrësh lavdë dhe mirënjohje, por ti e bën vetëm që ta dia i lartë. Si sot profeti alayhi salatu wassalam, wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Ai i cili thotë e jep me dorën e djathtë, thotë, e as e majta nuk e di se çka ka dhënë e djathta, aq fshete ka bë për Allahun xhaleshanu se nuk don që ti prishet njeti, edhe nuk don që ti prishet kjo vepër, po heq diçka nga pasuria e tij, nga gjërat më të dashura, po e jep për Allah dhe do ta bëj vetëm për Allah. Ndihmesa që i bën të tjerëve për hatër të Zotit xhaleshanu, nevojtarit, mbështetja e dobtit, përmirësimi dhe rregullimi, pajtimi midis njerëzve që e bën për hatër të Zotit xhaleshanu. E të gjitha ato agjerime që i ke bërë që ti din vetëm Allahu dhe nuk i din njëri tjetër, duaja, tobja, dhikri, këto vepra, a ke depozit për ditën që do dalësh para Allahu xhaleshanu? A ke vepruar diçka për atë ditë? Thot Allahu xhaleshanu në Kur'an: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Subhanallah. Në surën Dukhan, thot Allahu xhaleshanu për familjen e faraonit, për faraonin dhe familjen e faraonit, ata vdiqën, ndrun një jetë u largun, gjithë mirat i kishin këtë botë, pushteti madh, pasuri e madhe, ushtri e madhe. E ditën që vdiqën, thot, as qielli edhe as toka nuk qau për ta. Çfarë kuptimi ka ky ajet? Ka kuptim se për çdo njeri pas ka një derë në qiell nga e cila ngjiten veprat e mira. E gjithashtu edhe toka, ato sejdë që i ka bërë për Allahun xhaleshanu ditën që largohet nga kjo botë, dera e qiellit që janë gjithë veprat e mira mbyllet dhe fillon të qaj, gjithashtu edhe vendi që ka bërë sejdën tokë qanë sepse ka ikë dikush që madhrohet Allahun edhe bote veprat mira. E kur vdiq faraoni dhe familja e tij, as i vepër të mirë se kishin lënë, as qielli dhe as toka nuk qau për ta. A do qaj qielli dhe toka për ty ditën që largohesh nga kjo jetë? Kjo është pyetja. A merakosesh edhe a bën analizë për veten tate për ditën që do të shkojmë tek Allahu xhaleshanu? Sa hadithe ka që neve profeti alayhi salatu selam na nxit për veprat mira, qofshin ato të vogla në këndvështrimin ton, por që janë tregues shumë i madh i shpirtit edhe i zemrës dhe i dashurisë që ke për Allahun xhaleshanu dhe dashurisë që ke për të mirën për njerëzimin. Në hadith vërtet tek Imam Muslimi, thot profeti alayhi salatu wassalam:
pash një person i cili thot shëtiste në për xhenetet e begata, për çfarë? A kishte dhënë shpirtin për Allah? A kishte fal gjithë pasurinë për Allah? A kishte bërë ai gjë të madhe për një deg peme të cilën e largoi nga rruga, thot profeti alayhi salatu wassalam. Ndërsa në transmetimin tjetër, thot ishte një person duke kaluar rrugë dhe kishte ra një deg pemë, kishte zonë rrugën, tha pasha Allah, tha vallahi, tha, do ta heq këtë deg pemë, tha që mos mundohet dikush tjetër mas meje, tha. E Allahu xhaleshanu e falenderoi veprën e tij dhe e futi në xhenet, thot profeti alayhi salatu wassalam. A është vepër e madhe apo është vepër e vogël në sytë e njerëzve? Diçka e vogël. Ne që po merremi me gjërat kolosale, ne që po duam me rregullu hallet e ummetit, ne që po duam me zgjidh çështjet e mëdha dhe këto të voglat ja kemi lënë që kur hym xhami kpucët i lejmë rëmur kedera, që kur takojmë njëri tjetrin i buzëqeshje nuk ja falim njëri tjetrit, që profeti alayhi salatu wasallam thot buzëqeshja është sadaka, që kur e thërret tjetrin ta thërrasësh me fjalën më të mira, ti fusësh gëzim zemër, siç na orienton neve feja jonë e bukur. E neve këto veprat që janë të vogla, neve i kemi harru dhe du me regullu punët e ummetit, du me çliru ummetin islam gjithë, ndërkohë që neve akoma nuk di me respektu e me usjell me njëri tjetrin, e neve nuk e mendojmë ditën që do dalim para Allahu xhaleshanu, gjithë secili për vetë në vetë, bëjmë llogaritë të tjerëve, ky si do ta ketë hallin edhe ky tjetër. Ora shif hallin tat. Shif hallin tat dhe përgjegjësinë tate dhe punën tate, si e ke para Allahu xhaleshanu. Omeri radiallahu anhu, çdo ditë pas sabahut bëhej kureshtar se Ebu Bekri prisi besimtarve, largohej nga xhamia shpejt dhe hikte diku, një ditë i shkon mbrapa dhe shef që hynte në një kasole shumë modeste. Hynte, rinte një copë herë, pastaj hikte Ebu Bekri radiallahu anhu duke u gdhi dita. Dhe mbasi largohet Ebu Bekri, Zoti qoftë i kënaqur me halifen e muslimanëve, shoku i ngushtë i profetit alayhi salatu wassalam, njeriu i dytë i ummetit mbas Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Hynte ajo kasollja dhe gjen aty ishte një plak. Plak e vjetër, nuk ishte fuqi, nuk ishte takat, ishte e varfër. I thot o nën, thot, ç'është ky burri që të vjen ty për ditë? I thot vallahi, thot nuk e di, as ajo nuk e dinte se si kishte thënë që un jam prisi i gjithë besimtarëve dhe po vi këtu duke të shërbyty. Po shkonte për hatër të Allahut. Shkonte për izat Zotit, shkonte fshetas pa u gdhi dita akoma, mos ta shifte kush. E thot, vjen, thot, na bën punët e shtëpisë, na vend, thot, atë kusin, thot, aty me gatu diçka, thot, e mjel, thot, edhe dhin ton që kemi, pastron bën 2-3 rregullime këtu dhe pastaj largohet pa thon as i fjalë. Qan Omeri radiallahu anhu, qau, dhe tha, o Ebu Bekër, thot, lekadet abtel khulafa min badik, i lodhe të gjithë i qite, jash loje të gjithë prisat që do vinë mbas teje. A i kishte shku me ndikujt që prisi besimtarve, që kishte hallet e gjithë ummetit do të merakos edhe për një plak të vjetër atje në cep të Medinës, në një kasolle që nuk kishte kohë njeri me umër me të sëmë pate, subhanallah në këtë vështrim në njerëzve. Ja këto punët e vogla që themi neve, që na duket sikur neve duhet bëjmë vetëm gjërat e mëdha dhe i neglizhojmë këto të voglat. E këto janë ata cilat tregojnë mirësinë që ka robi në shpirt, sa ai që e don Allahun dhe e don profetin Alisa dhe e don xhenetin e Allahut, nuk neglizon as të madhe dhe as të vogël, edhe të voglat i shef. Ka kohë shumë edhe për të voglat, për këto detajet që na duken neve, po që janë tregues shumë i madh për dashurinë që ka gjithë secili në zemër për Allahun xhaleshanuhu. Në hadith sakt, gjithashtu, profeti alayhi salatu wassalam thotë: prej veprave më të dashura tek Zoti është fusësh gëzim në zemrën e një besimtari. Subhanallah. Të fusësh gëzim në zemrën e një besimtari është nga veprat më të dashura tek Allahu xhaleshanu. Njeriu më i dashur tek Zoti është ai që është më i dobishëm për njerëzit. O ç'a hadithe është të bukura, çfarë hadithe është të mrekullueshme. Po mirë o vlla ime dhe motra ime, po kur rri duke saju muhabete, e duke shpif, e duke i mërzit njerëzit zemrat gjithë natën, e mbase të mallkojnë. Po kur bësi kokë e madhe, si kur do me shpik në i diçka që se kanë bërë tjerët për para, dhe kalon as nuk jep selam, edhe kalon as nuk busqesh, e duket vetë si kur je shumë i rëndë dhe si kur po ma pesh të madhe, pasha Allahun as i pesh si e duke majt. Vallahi as i pesh nuk je duke majt, je kot.
Sepse nëse nuk i don krijesat e Allahut, edhe nëse nuk i respekton krijesat e Allahut, njerëzit e Allahut, besimtarët e Allahut, vallahi kjo tregon se ti nuk ke lidhje me këtë punë fare. Nëse ti i hyn hak dikujt pa teklif, edhe nëse ti nuk i jep hakun punëtorit pa teklif, edhe nëse ti i shkel drejtën tjetrit pa teklif, edhe ty nuk të bën syri tër fare për asgjë, vallahi atëre vetëm rre veten tate, vetëm gënjen veten tate, asgjë tjetër. E lusë Allahun Gjelleshanu të na falit, na mëshiroj, amin. O Zot, ty të lutem, ja Allah, me lutjet e shpirtit edhe të zemrës, na falë edhe na mëshiroj, ti me i madhi falës, ja Allah. O Zot, ty të lutem, ja Allah, orientoj zemrët tona dhe shpirtën tanë për tek më e mira, më e bukura, ti e orientuesi dhe udhëzuesi, ja Allah. O Zot, ty të lutem, ja Allah, inspiron zemrët tona veprat e mira, siç thënë Kur'ani, wa auhajna ilejhim fi'lal khairat. O Zot, siç the për njerëzit e mirë që ne inspiruam ata që të bëjnë veprat mira, e dim ja Allah se çdo e mirë që ne veprojmë është me inspirim prej Teje, prandaj shtoje inspirimin tënd në zemrat tona për veprat e mira dhe kur ja Allah, mos lejo me madhështinë tate, me plot fuqinë tate që neve të na rrshkasi këmba dhe të shkojmë tek e keqja, duke fituar hidhrimin edhe pa kënaqësinë tënde, o Zot. Ty të lutem ja Allah, na falësh edhe të na mëshirosh, se jemi gabimtarë, ti je më i madhi falës. O Zot, me gabimin ton, me mëkatin ton, kur nuk kemi dashur të të sfidojmë ty, ja Allah, dhe plot fuqinë dhe madhështinë tate, por dobësia e nefsit, ja Allah. Por dobësia e nefsit dhe tërheqja nga e keqja, dobësia e momentit, ja Rabbi. Prandaj na fal dhe na mëshiro dhe na forco, o Zot. O Zot, ti je i gjithdijshëm, din gjithçka dhe ne nuk dim, ja Allah. Ti je i plot fuqishëm, ja Allah, mbi gjithçka dhe ne nuk jemi të fuqishëm, jemi të dobët. Ti, o Zot, nuk ke nevojë për askënd dhe ne jemi nevojtar për madhështinë, për mëshirën, edhe për faljen tënde, ja Allah. O Zot, ty të mbështetem, ja Allah, në jetën tonë çdo hap të jetës. Prandaj të lutem, ja Zot, për kujdesu për ne dhe kur, ja Allah, mos na nxjerr nga përkujdesja jote hyjnore. Edhe ne, nëse gabimisht, ja Allah, me dashje ose pa dashje, duam të shkojmë tek e keqja, na pengoj, ja Rabbi, dhe na ço për tek e mira. Ti je ai i cili ruan njerëzit e mirë, ata të cilët duan ty. O Zot, për te i gabimeve, ti i din zemrat tona, ato janë mbushura me dashuri për ty, ja Allah, prandaj na mëshiron, fal kësaj dashurie që kemi për ty, për Kur'anin, fjalën tënde dhe për profetin, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, na falne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Na leçon neve sprovat e kësaj jete dhe kësaj dynja, ja Allah, dhe sprovat e ditës që do të dalim përpara teje, ja Rabbi, jemi inshallah për atyre cilët do të fitojnë faljen dhe mëshirën tënde. Amin.